بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Allahun Zotin e vetëm të vërtetë e falenderojmë, mirësitë dhe bekimet, paqja dhe mëshira e tij qoftë mbi më të mirën që ka ecë mbi sipërfaqen e tokës, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtarë që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. O Allah o Zot, na mëso që në atë botë të jemi me ato që i duam fort në këtë botë. Allahu xhel xhelalu lutem që na dhuroj dije që na bën dobi, që na e pastron zemrat, po edhe që na nxit për të bërë vepra të mira. Allahut i lutem ashtu siç na ka mësuar Allahu në Kur'an, kur thot: O Allah, na jep të mira në këtë botë, na jep të mira në botën tjetër dhe na ruaj nga zjarri i xhenemit. Me shpresën e madhe Zot jemi sot duke u ndalur sërish me jetën e Imam al-A'zam, imamit madh, Imam Azemit, Imam Ebu Hanifes, rahimahullahu ta'ala. Moshëllarët e vjetër ose mosha vjetër kanë pasur Imam Azemi, pra nga arabishta al-A'zam e osmanizuar në Azem. Alehi min Allahi sha'abibur rahme wal ghufran. Kështu thoshin profesorat ton kur përmenin Ebu Hanife an-Nu'man. Alehi min Allahi sha'abibur rahmeti wal ghufran. Mbi të Zoti derdh mëshirën e tij dhe falin e tij pafundësisht. Amin. Me shpresën e të madhit Zot ne jemi ndalur javën e kaluar me porositë dhe këshillat që ai ka dhënë disa prej nxënësve të tij. Jemi ndal te këshillat që i ka dhënë Khalid es-Semtit. Atë kemi lexuar javën e kaluar. Ai që mund ka tërheq shumë nga fjalët e tij ka qenë edukimi i nxënësit kur shkon në një ambient që nuk e di se traditën e atij populli, kur kur nuk të njeh ai popull, si me i trajtu njerëzit, e dije si me i trajtu, si me u sjell me njerëzit e pushtetit, si me u sjell me nxënësin, si me u sjell, subhanallahu. Domethënë them që këto këshillat e Ebu Hanifes duhen shkruajt e duhen shpërndar tek studentët që marrin shkollën. T'ju bëhet një dore, pra t'ju bëhet një kurs me këshillat e Ebu Hanifes, vallahi, për Zotin. Po këtë njëjtën gjë ka bërë dhe Imam Maliku. Kam lexuar dietarët, domethënë janë marrë për shembull këshillat e Imam Malikut për nxënësit e tij. Kishte raste që i thoshte njëri për nxënësve të tij, Imam Maliku i thoshte ti nuk je për të dhënë fetva. Nxënësi i tij i rregullt. Ti i thoshte nuk je për të dhënë fetva. Kurse një tjetër i thoshte ti merru me shkrim. Kurse një tjetër i thoshte ti futju gjykatës. Domethënë tamam me orientu përpara se të dalin jetë, domethënë. Edhe këtu Imam Ebu Hanife kur i thotë atij, po usolle mirë tha me njerëzit do të bëhen nëna dhe baballar. E po usolle keq, po s'ditë më usjell, po s'patë komunikim, do të bëhen armiq edhe nëse janë nëna dhe babajut. Per. Po kur i than fund fare, tani po ndahemi, mos marro për duave, më shkruaj. Dhe tregohet që Khalid es-Semti, domethënë i shkruante vazhdimisht Ebu Hanifes çka ka bë, çka ka ndodhur, çka ka të reja, vazhdimisht. Dhe thuhet që Khalid es-Semti, ky pra Yusuf bin Khalid es-Semti, ka qenë shkaktari që domethënë kur shkoi në Basra, komplet njerëzit kalun në shkollën e Ebu Hanifes. Rahimahullahu ta'ala, Zoti e mëshiroft. Pra ne kemi kalu këto të Yusuf ibn Khalid es-Semtit. Për shembull, këshilla për rrobat, veshjen, këshilla për parfumin.
Se ti je tani, ti je në sytë popullit, ty të shohin njerëz, ti je shembulli. Ti nuk mund të neglizhosh. Pra ty njerëzit morin si shembull. Kujdes me rrobat, kujdes me parfumin. Kur bën ders, kur bën ligjërat, rri afër njerëzve, mos u ndaj shumë me pas diferencë të madhe. Edhe bëj oraret e mësimit në kohë të ditura. Allah erdhi sot me ligjërat, zhduket për javë me ligjërat tjetër, të dihen kohët e ligjëratave. Pastaj çfarë tha? Mos harro të kesh kohë për veten tate, për nevojat e tua. Domethënë për të riparu veten, e tha, termim hawaijik. Sepse njëri kur jep, vjen një moment që konsumohet. S'ka vakt me humor me veten. Jo, tha, duhet të kesh dhe kohë për veten tate. Siç merresh me njerëzit, duhet merresh edhe me veten tate, me familjen tate kështu. Kujdesi tha me namazin. Do thosh pse do jep të këshill. Allahu ka porosit pejgamberin alayhis salam. Apo jo? Pejgamberët kanë porosit fëmijët e tyre për namazin, jo mo. Jip thot, ushqen njerëzit, jip, se kur nuk mund tjetë udhëheqës kopraci, nuk mund tjetë lider. Fal, këshilla, të ghafel amma la ja'nik, subhanallah, sa e fort është kjo. Bëj sikur nuk e vën në re atë që s'të intereson. Subhanallah. Lër çdo gjë që të dëmton. Pra kur e di se kjo gjë e dëmton, largohu. Mos u merr me të. Vlerëso fisnikët dhe mos i për ul, le të themi ata që nuk janë në një shkallë të tillë. Pra vlerësoj ata që janë njerëz fisnik. Ka një hadith që thot enzilin nas menazilahum. Pra trajtoj njerëzve sipas pozicionit që ju ka fal Zoti në jetë. Pra nuk mund trajtojnë gjithë njerëzit njësoj. Edhe vetë pejgamberi sa nuk i trajton të gjithë njësoj. Adhim, madhëro, vlerëso mi fjalë. Njerëzit e dijes dhe nderoj dietarët, hoxhallarët. Sillu but me të vegjlit. Nuk është ata të vegjlit për 5 vjet, se janë më të vegjël. Për 10 vjet bëhen burra. Afro thot me popullin. Mos u shkëput nga populli. Pse? Sepse netja me popullin ty të mën në koherencë me hallet e njerëzve. Kurse kur shkëputesh, fillon dhe flet nga Marsi, nga Hona. Daril Fuxhar, me njerëz të shturur, mundohet mos u përball me fjalën. Bëj loj fjalësh, mos u përball me ta. Pse? Se të marrin kohën dhe të marrin gjithë energjinë. Kaloj me fjalë. Shoqëro thot vetëm me njerëzit e mirë. Mos luj me pushtetin. Pra me kuptimin korrekt, mos s'ka. Mos e nënvleso askënd që niset për te ti enkas. Pra një që ka marrë rrugën për tek ti, mos e nënvleso. Pse? Sa e shkëput nga puna, nga jetë, do të thosh përkushtoj qoftë edhe pak. Ai nuk e di se çfarë keti për të bërë, po ai ka ardhur nga Korça për ty për shembull, nga Saranda për ty, ka ardhur nga Kuksi, ka një hall thot. Ti thuaj se unë gjoje. Po ti mund të kesh shoqëroje, merr me vete. Edhe e ngjon, edhe i përgjigjesh, edhe a kupton. Shumë interesante. Kjo thot, kur tham ne atë, thot, mos e nënvlerëso, u thejsi me kuptimin, nuk është detyra jote me rregullu majën e piramidës, puna jote është me rregullu
me rregullu bazën, po rregullu baza, rregullohet çdo gjë. Pse se angazhimi nga një herë me njerëzit se to pa e filloj rregullimin nga kreu, nga maja e piramidës, të harxhon kohën, të harxhon edhe detyra jote faktikisht është ashtu siç ka bërë pejgamberi alayhis salam. Kjo s'do të thotë që kur vjen momenti për të përballë mos përballës, mos ta thush të vërtetën etj, sepse Musa ku shkoi me boda vet? Ku shkoi? Tek Firauni, në majt piramidës. Po kjo nuk do të thotë se Musa s'po punonte me popullin e vet. Kur erdhi momenti për të përballë. Mos u tregoj mangët në shfaqjen e dashurisë ndaj atyre që të synojnë. Pra, më lart i tha, mos i nënvlerëso dhe tha, domethënë mos u tregoj mangët në shfaqjen e dashurisë ndaj tyre. Pra, shfaq dashuri ndaj tyre. Sepse o vlla ka ardhur për ty, fund fare. Po kjo pastaj thot, mos e nxirr sekretin tat tek asnjë. Pse? Po e nxorre, dikush mund të maj peng me atë sekretin tat. Mos beso tek asnjë siç tani çaj, thot, o të shkon vend huja, kupton? Thot, mos i beso askujt thot pa e vënë provë, subhanallahu. Aha, shumë imitoj përsëriti çik, po nuk e di, mu duk sikur herën e kaluar nuk ja dhash hakun, thash më mirë po i përsëris edhe një herë. Thot, mos merr shoqërues ose shërbëtor njerëzit e poshtër, njerëzit e këqij, njerëzit që s'kan vlerë në shoqëri. Po pse ja ka thonë këtë? Njerëzit janë prirur që këto të afrojnë se janë më të lirë. E thot mos e afro, pse? Ai një ditë do ta bëj gjëmën. Ndoshta edhe pa dashje. Pa aq është niveli i tij, aq është kapaciteti i tij. Thot, mos i përgjigj ftesave dhe mos prano dhurata. Këtu bëhet fjalë thot, nëse do të bëhesh kadi. Nëse do të bëhesh kadi pa gjykatës, çai tha, mos i përgjigj ftesave. Pse? Ku është problemi po të përgjigjesh? Ndërkohë që Islami neve na mëson me u përgjigj ftesave. Kadiu jo, sa ai që të fton ka marr peng. A kupton? Pengmarrje, më thonë za morale, a kupton? Ke një lloj borxhin te ti, ai hongër bukën tjetrit. Është vështirë, më përballë tjerë. Dhe mos prano dhuratë. Pse? Kush ka dhënë dhuratën, nuk është kush të ketë marrë peng, po prapse lind një lloj ndjesi, ndërkohë që gjykatësi duhet të jetë akull, duhet të jetë i ftohtë. Përdor lojën e fjalës. Boj durushëm, duro, sillu mirë dhe mundohu ta kesh gjoksin sa më të gjerë. Ke parasysh me qenë robi që më mërzit për diçka, me ngilhatër për diçka, ky nuk mund të jetë edukator, ky nuk mund të jetë lider dhe edukator. Lider dhe edukatori duhet të ngjojnë shumë, nga njëherë edhe po sikurse kupton. Nga njëherë edhe kalon situatën kur ka të bëjë me fillestar, kur ka të bëjë ose kur i bëhen pyetje që dëmtojnë më shumë në përgjigjen e saj në popull se sa bëjnë dobi etj. Siç thot. Wabhath an akhbari hashmika. Interesohu për njerëzit e tu që janë më afër teje, si kanë hallet, si kanë problemet, si kanë shqetësimet. Subhanallah. Ata që trin afër, interesohu si çfarë hallesh kanë, çfarë problemesh kanë. Dhe ti je ti i pari që i këshillon dhe i edukon. Pra mos piti që të vi dikush nga jashtë ti këshilloj, ti edukoj, po ti je ti i pari që merresh me ta. Dhe ti je i butë. E thot, subhanallah, thot mos qorto shumë,
se pastaj humb sensi. E ke parasysh një që qërton shumë, e ke parasysh nuk merret vesh tani kush është shumë e rëndësishme dhe kush është më pak e rëndësishme. Pra qërto me karar kur i thon. Mos lër të tjerë të edukojnë njerëzit e tu të afërt se kjo ta mën ujin e fytyrës dhe të ruan autoritetin. Pra ata që janë shumë nxënësit e tuaj, ti je ti i parë që edukon, mos vë dikush ti edukoj ata ndërkohë që ata janë fytyra jote nesër pas nesër. Thot, mundohu të kesh njerëz të afërt që të sjellin lajmet se çfarë ndodh ndër njerëz. Pra mos u merr ti me këtë punë, po të ketë njerëz që të informojnë. Jo ideja spionëve ose patronazhistëve. Jo, ideja është që ti të kesh informacion çfarë po ndodh. Se nga njerë ti merresh me një temë, dhe është një temë tjetër shumë më e rëndësishme për të trajtuar. Kur mëson se punët po shkojnë drejt shturjes, je ti i pari që mundohesh ti rregullosh dhe ti përmirësosh, dhe kur mëson se gjendja në popull po shkon mirë drejt përmirësimit, drejt rregullimit, mundohesh që ti japsh forcë edhe më shumë, energji më shumë. Bëja si detyrë vetes, thotë shif, të vizitosh ata që të vizitojnë, por mos lër mazdor ata që nuk të vizitojnë. Ata që të vizitojnë bëja detyrë vetes tu kthesh. Po edhe ata që nuk të vizitojnë, mos e lër mazdore pjesën e tyre. Bëja detyrë vetes të sillesh mirë me ata që janë sjell mirë me ty, po edhe ndaj atyre që nuk janë sjell mirë me ty. Pra ndaj këtyre e ke obligim 2 fish, ndaj këtyre që nuk janë sjell mirë e ke obligim 1 fish. I pari në zbatimin e të drejtave të njerëzve. Kamet el hukuk, njerëzit kanë drejtat e tyre, prindi, komshiu, grua. Ti i pari që të drejtat e njerëzve i çon vend. Ti je garuesi i parë në këtë gjë. Kush smuret nga vëllezërit e ty, kush smuret nga vëllezërit e tu, vizitoje vetë dhe çoj njerëz të interesohen për shëndetin e tyre. Nuk janë gjithë njerëzit njësoj, ke i rreth që është shumë i ngushtë dhe shumë afër teje. Këta ti duhet shkosh vetë, të interesohesh. Kur nuk ke mundësi ti për shembull, ço dikë dhe të sjell lajmin se si është. Nëse ndonjëri për vëllezërve të tu mungon, menjëherë interesohu për gjendjen e tij. Siç boni ai me nxënësin e vet, Ebu Jusufin që i mungoi nga mësimi. Takoi ditën nonën e vet, e tha ku është çuni? Tha çuni, tha po punon. Tha po pse s'ka ardhur mësim? Tha s'kina mundësi. Mirë, tha, sa fiton çuni në ditë? Tha kaq. Urdhno, tha prit vite ka të pagume. Le të vim mësim. Ky Ebu Jusufi pastaj do të bëhet kryetari i gjykatës lartë. Kadul Qudat, gjithë gjykatësit në khilafetin e Abasidëve i ka pas vendos Ebu Jusufi. Për këtë arsye mëdhëbi e Ebu Hanifes është mëdhëbi më i përhapur, se gjithë gjykatësit kanë gjykuar me mëdhëbin e Ebu Hanifes. Në kohën më të madhe të khilafetit. Ma i lidhjet dhe ma ata që nuk i majnë lidhjet me ty, nderoj shumë ata që të vinë, falja ata që sillen keq me ty. Kush fol keq për ty, fol për të mirë. Allahu akbar. Subhanallah. Nëse merr vesh se dikush ka fol keq për ty, thot fol për të mirë. Tani llogarit ti çfarë not me një person që ka fol për ty keq dhe i shkon haberi që filoni sa të lavdroj të filon fliste mirë për ty filoni. Subhanallah, çfarë ndodh me fjalë.
po që njëri tamam, po që insan, po u fut ke njerëzit. Kush ndron jetë, thot, shlyj ati detyrimet që mund të ketë. Subhanallah. Thot, dhe kush përjeton në një gëzim, jeti i pari që uron. O të futu jeto me njerëzit në fjallë, bo insan, jeto me njerëzit. E kujti ndodhë dhe i fatkejsi, mundohë t'jesh nga të parët që e ngushëllojnë. Wa man asabahu hammun fatawajja' lahu bihi, subhanallah. Kujti ndodhë në i siklet, në i brejnë, në i angë, kalon në situatë vështirë, thot, merë dhe ti dhimbje me dhimbjen e ti. Pra, mëse le vetëm ta vujaj atë gjën, boti pjesë e vujtjes ti, që ti mosh sa do pak, do më thonë, që a i të lirohet, subhanallah. Kush të kërkon ndihmë për diçka, kërkon t'i zjasësh dorën, zgjatja dorën. Pra mos bëj egoist, mos bëj punët e mia, ma i ligjëratat, mësimet, atë s'kam punë me njerëzit. Kush kërkon ndihmë prej teje, ndihmoje. Kush kërkon ndihmë me kuptimin e padrejtësisë që është bërë, ji pranë tij. Shif, thot, shfaq dashuri tek njerëzit sa më shumë që të kesh mundësi. Shfaq dashuri tek njerëzit sa më shumë që të kesh mundësi. Wa afshi selama walau ala qaumin liam. Thot, dhe jipi selam edhe aty që janë më të poshtërit e të poshtërve. Jipu selam. Pse? Sepse selami ka për ta bërë punën e vet. Nëse non thot që me njerëzit e poshtër, se ka njerëz poshtër, çuditshëm, të mbledhin ndonjë takim, ose je me ta në xhami, ose ndodh mes teje dhe atyre ndonjë debat, mos u merr thot që tregosh atyre se bie ndesh me ta. Pse? Sepse qëllimi i tyre nuk është të arrijnë vërtetën, qëllimi i tyre është debati edhe të ngrihen vetë. Nëse të pyesin, përgjigju. Mos bëj debat. Nëse të pyesin, përgjigju. Dhe thuaj, nëse mendimi yt është ndryshe nga mendimi i tyre, po ka dhe një mendim tjetër. Dhe argumenti i mendimit tjetër është ky, pavarësisht se unë nuk jam matë mendim. Atëherë, thot, sa do të kësime që jenë ata, do të vlerësojnë. Sepse e kuptojnë se ti din edhe mendimin e tyre, edhe dietarët e tyre, dhe argumentat e tyre. Nëse ata thonë kush e ka thënë këtë gjë, thuaj që e kanë thënë disa nga fukahat. Mos u merr me çdo kënd që të kundërshton. Mos u merr me çdo kënd që të kundërshton, se shumica e njerëzve marrin disa gjëra dhe mendojnë se dinë gjithçka nga dija. Vëlla, ti je në rolin e mësuesit dhe në rolin e edukatorit. Ti s'do të merresh me çdo kënd që do të debatoj me ty. Vëlla, ke për të mësuar, hajde mëso. Kjo është çështja, vazhdo. Mësoj njerëzit me çështjet e qarta të dijes, pa u fut në çështjet e thella. Pra mos i lodh njerëzit duke u fut në detaje, po jipu i herë gjërat e thjeshta dhe të kuptueshme, bazat. Momentin që i morin bazat, ec duke u përshkallëzuar me detajet. Thot, wa anishum wa mazihum ahyanan. Thot, socializohu me ta
dhe qesh me ta, mos të thonë dije me vetëllat qesh, bëu hokator. Thot dhe komuniko, pra mundohet të kesh dialog të drejt për drejt me nxënësit, me njerëzit që marrin dijen, sepse kjo thot e shton dashurinë dhe u ashton atyre etjen për të marrë dijen. Shtro dhe ndonjë gjë për të ngrënë me ta bashk. Profesorat Shenaki tanë Medinë e kam pas tradit, kur marrësh në i libër, me nxënësit shtrojsh në atë natë të darkë. Kështu e kam pas tradit. Këta tjerët jo. S'kena pas profesorat tjerë, për shumë, sa herë lexojshim libra tek ata, atë natë hajshim të darkë. U kënaqshim, edhe lexojshim i ore sa, pastaj vita e gjella që ishte tradicionale ty në se gjeshëm as me i vend në fjalë. Alhamdulillah, Zoti i mëshiroft e i rujt. Mundohu të akrysh hallet dhe vlerësoj. Mos i vej re gabimet e tyre. Pra me kuptimin s'ka të pagabushëm, tani mos u marr me çdo detaj. Sillu mirë dhe fali nëse gabojnë. Mos shfaq te gabimet e tyre ngushtim të gjoksit. Po bëhu si njëri prej tyre ose jeto si njëri prej tyre. Mundohu të kënaqesh për ta, pra ashtu siç domethënë kënaqu për ta për atë që kënaqesh për veten tënde. Dhe sillu me ta siç do ti të sillen njerëzit me ty. Edhe një herë ta përsëris. Kujdes me veten tate, kontrolloje herë mas here. Mos u sill, si më thon, me nervozizëm kot. Pra nervozizmi nuk është që e pëlqyeshme. Po nga një herë duhet me fjalë, po në përgjithësi duhet me qenë i qetë. Mos loz shumë. Nuk është natyrën e atij që edukon me lujt ose me kuptim. Këtu çka ka për qëllim? Kur bëhet fjalë për teprim, kur bëhet, nuk bëhet fjalë kur është me fëmijë apo kur është me kalamaj të vegjël, është mohabet tjetër. Kur bëhet fjalë, domethënë për seriozitet, për dhënie dije, njeriu duhet të ruaj seriozitetin. Ose fakt, wadai shagab, ndoshta më mirë do të përkthehej, mos bëj zhurmë. Kjo do të ishte shagab, zhurmë. Mos u bëj zhurmë axhi. Pra jep ç'është për dhon, është etj, po mos shkakto zhurmë. Ka njerëz që, domethënë, janë shumë qetë kur japin, dhe ka njerëz që e shoqërojnë me zhurmë. Kjo zhurma prish punë. Dëgjoje me vëmendje atë që të ka dëgjuar me vëmendje. Pra derisa dikush të ka dëgjuar me vëmendje, dëgjoje edhe ti me vëmendje. Mos i ngarko me më shumë se sa bajnë. Gradualisht. Lëri në atë që ata, në mënyrën se si ata jetojnë, pra mos u fut edhe në detajet e të jetuarit të tyre. Siç jetojnë, dikush vishet shumë, dikush ka këtë gjë. Lëri njerëzit, natyrën e tyre. Gjithmonë parapri njerëzve me mendimin e mirë për ta. Jo me nuk keq. Gjithmonë parapri çdo njeriu me mendimin e mirë. Hosnunie, mendon mirë për tjetrin. Mundohu të jesh sa më i sinqert, pra thush gjithmonë vërtetën. Lëre me një madhsin anash. Mund të jesh edukator, nëse je me një madh. O iyyake wal ghadr wa in ghadaru bik. Mos tradhto edhe nëse të kanë tradhtu. Çoja amanetin në vend edhe nëse se kanë çuar amanetin tënd në vend.
përmbaju besës dhe premtimit. Ke dhënë besën, ke dhënë premtim, përmbaju. Dhe mbrohu me devotshmërinë, mbrohu me takwa. S'ka mbrojtje më të mirë për njeriu se sa takwaja. Dhe e fundit fare i tha, kjo i bie tek numërimi, këtu është e 71-ta. Thot sillu me njerëzit e feve të tjera siç sillen ata me ty. Madje edhe më mirë. Pastaj i tha, nëse ti do t'i përmbahesh kësaj këshille me shpresën e Zotit, ke për të shpëtu dhe ke për të jetu shnetshëm dhe mirë, insha Allah. Pastaj i tha, më mërzit shumë që po ndahemi bashkë, se unë jam ndjerë shumë mirë që kemi ne dhe jemi njohur bashkë. Prandaj, më shkruaj, më trego çfarë hallesh ke, dhe mu bëj si fëmijë të bëhem për ty si bab. Allahu Akbar. Thot Jusuf ibn Khalid as-Sabti, thot pastaj nxori thot dinar në një bokshe. Dhe kishte futur aty thot dhe ushqim. Dhe doli jashtë më përcillte dhe pash që kishte dhe kështu ca rroba, ca gjëra, mi kishte bërë gati. Ftoi shokët që të më shoqëronin të gjithë. Deri sa shkuam të gjithë bashk në bregun e lumit Eufrat. Aty më dha lamtumirën dhe i dhash lamtumirën. Kur shkova thot në Basra, tani ky tregon, i vuna në punë të gjitha këshillat e profesorit tim, e Ebu Hanifes. Nuk kaluan thot, jo muaj dhe vite, po vetëm pak ditë, më bon thot njerëzit të gjithë shok, më mbushën takimet. Edhe qysh nga ajo kohë e mbrapa, sundoi, pra mbizotëroi në Basra medhebi i Ebu Hanifes, dhe ranë medhebet e asaj kohe që ishin aty, medhebi i Hasan el-Basriut dhe medhebi i Ibn Sirinit, rahimahullahu ta'ala, dhe kështu thot kam vazhduar t'i shkruaj profesorit tim, pra hoxhës tim Ebu Hanifes, deri sa ka ndruar jetë. I çonte vazhdimisht letra dhe i tregonte çka ka ndodhur, si është puna, etj. Kjo është e veçantë. Kemi këshillën që i ka dhënë Ebu Jusufit. E kemi nisë ne, po thash, kam menuar gjatë gjithë kohës mu dukte sikur se kam thonë hakun, prandaj edhe po përsërisim shpejt. Po ta shohësh këshillat që i ka dhënë Ebu Jusufit janë natyrë tjetër, subhanallah, sepse ai ka pa tek Ebu Jusufi gjë tjetër. Këtu i ka dhënë të hoxhës, të dietarit, kurse këtu janë këshilla që janë dhënë një lideri që do të udhëheqi dhe do të ketë pozicion shumë të lartë në shoqëri. Subhanallah. I thot Ebu Jusufit, thot, kur pas e Ebu Jusufi ishte shumë impret, dhe njerëzën përgjithësi, kurse ishte aty Ebu Hanifja, gjithë shkojshin tek Ebu Jusufi, pra pa Ebu Hanifja që Ebu Jusufi nuk është i lehtë krahasi me tjerët, i tha, o Jakub, se kështu ka pas emrin, kujdesta me pushtetarin, i jipi vendin, ose njihja vendin që ka. Dhe me të vërtetë Ebu Jusufi ashtu veproi dhe ai emëroi kryetar gjykatës lartë. Pra gjithë gjykatësit në khilafet vendoseshin me emrimin e kujt? Ebu Jusufit. Tha,
Tha, kujdesta, mos rrënj te ai. As mos e të pro duke u futur shpesh tek ai, vetëm kur të kesh hall, ose më e mirë është kur të thrasi ai. Sepse thot, po të futesh shpesh, të bie vlera, s'ke mo vend synin e tij. Prandaj thot, ji me pushtetarin, me udhëheqësin, e i bëhet fjalë për pushtetar që gjykon me librin e Zotit të mësynë, je për shejtan e për drejqin, ha? Thot, ji me pushtetarin, thot, si me zjarrin. Po ju afrove digjesh, po ju largove ftofesh. Afrohu pa u djeg dhe largohu pa u ftof. Sepse thot sultani, pra udhëheqësi, nuk do të shofi njëri më mirë se vetën e tij. Nuk ka subhanallah. Mos fol shumë dhe kotën kot kur ti je tek ai. Sepse mund të kapet me fjalët e tuja, ose mund të mori nga fjalët e tuja, dhe herë tjetër ja paraqit të tjerëve si kur janë prej ti, dhe del ai sikur është më i mençur dhe i ditur se sa ti, dhe bie nga syni i atyre që janë pranë ti. Nëse të ndodh që tret, ai duhet ta di pozitën tënde dhe pozitën e të tjerëve. Prandaj thot, mos u fut te ai atëherë kur ka të tjerë, sepse mund të dëmtoj prezenca e tyre. Nëse ato që ti i gjen tek ai janë më të ditur se sa ti, të bie vlera. Nëse janë më poshtë se sa ti, do të angazhojnë me disa gjëra që prapë do të bjerë vlera. Kështu i thot, mundohet ti jesh vetëm kur të shkosh. Nëse të ofron ndonjë pozicion, mos e prano me një herë, vetëm se mbasi ti je i sigurt që do të bëj atë që ti mendon se është më e drejta. Nëse të ofron ndonjë pozicion, mos e prano me një herë, derisa ti je i sigurt se ai do të jetë i kënaqur me mëdhëbin tat, në dije dhe në gjykim. Shisha thot, gjoje, thot, kej la tahtaj ila irtikab madhhab ghayrika fil hukumat, që mos kesh nevojë me marr madhhab tjetër kur gjykosh. Pra, nëse të ofron një pozicion, mos thu më një herë po, gjithë unë e marr, po unë kam këtë madhhab, unë jam me këtë mendim, se derisa thot ai çfarë thosh ti, fjala jote s'ka diskutim, atëherë thot mirë. Në mënyrë thot që mos të kesh nevojë me ndru madhhab. Dhe këtu ku je. Mos mbaj lidhje me njerëzit e tij të afërt. Mbaj lidhje vetëm me të. Kur nuk mban lidhje me ta dhe mban lidhje vetëm me të, ruhet pozicioni yt. Mos fol në sy të popullit vetëm se për gjona që pyetesh, mos u fut në gjona që nuk i kapin. Mos dil shumë në përtregje dhe mos u merr me djelmoshat e rinj dhe vajzat e reja se janë sprov. Nuk ka gjë që të cillesh mirë me fëmijët
dhe t'u afërkosh kokat. Mos ec në rrugë me njerëzit e dijes bashk apo me njerëzit që janë të paditur, masa. Sepse nëse do t'jesh me njerëzit e ditur dhe ecën përpara tyre, problem. Ecën mas tyre, problem. Nëse je me popullin dhe do të ecësh me ta, prap thot problem. Kështu që mundohu të jesh në veten tate, përveç se kur pyetesh ose dikush po interesohet. Kjo është çështje tjetër pastaj. Jipi vlerën atij që është më i madh dhe lëre të eci përpara nëse të ndodh që do të shoqërohesh. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, nuk është prej nesh ai që nuk e mëshiron më të voglin ton dhe nuk e vlerëson ose nderon më të madhin ton. Mos u ul në trotuare. Ke parasysh në ato kohë çfarë trotuarësh ka pas, po me kuptimin cepa të rrugëve, në përhije, në përgjona. S'është pozicioni jot ky. Nëse duhet më ul patjetër, ulu në xhami. Nëse duhet më ul patjetër, ulu në xhami. Dhe mos ha thot as në për pazare e as në për xhami. Gjykat si ky, se ka me ne e boni. Mos pi ujë nga ato, si themi, si quhen këto, që kanë pas në për rrugë, ka pas qypa që janë kështu me ujë. Thot mos pi ujë, thot në për ato, thot. As mos merr ujë, thot, nga duart atyre që shpërndajnë ujë në për rrugë. As mos ul në për dyqane. Njeri ti do të dalësh nesër të thosh ligji është ky. Nuk është logjike dhe funksionon, domethënë, shumë të forta. Mos vish thot asnjëherë më ndafsh. As bizhu, sepse kjo thot do të çojë në largimin e natyrës mashkullore. Subhanallah. Mos fol shumë në shtëpi, thot, me gruan. Këtu bëhet fjalë për çështjet e shtetit, për çështjet e ligjeve, për çështjet e gjykatës. A kupton, nuk është puna mos me fol. Thot, vetëm sa aq sa duhet. Dhe kur ta prekësh, gjë sa e bukur. Preke duke përmend Allahun. Pra me kuptimin mos harro që duhet përmend Zotin. Mos fol për gratë të tjera në syt gruas tate. Sepse kjo do ta bëjë atë që mos jetë e qetë. Se ajo mund të hakmerret ndaj teje duke fol për burrat e huaj. Së mund thoshti që sot në gjykat valla erdhi i gru që ishte mashallah sa e kishte fal Zot. Pika 19 e kemi lexuar javën e kaluar, po këtu bëhet fjalë për pozicion. Thot mos u marto me i gru që ka qenë martuar, ka pas mirë. Gjithë qëllimi është se do të jesh i varur, nuk do të jesh krejtësisht i lirë në vendimet e tua, do të jesh i marr peng, llafe, zhuar me tjerë. Nuk është qëllimi se nuk lejohet, sepse me sheriat lejohet. Po një pozicion si pozicioni e Abu Jusufit, që ky pak e ky në zonën se ky nesër do të jetë në një pozicion shumë të lartë, nuk ishte e përshtatshme për këtë. Kështu e komentojnë
dietarët, pra bëhet fjalë për rastin e Ebu Jusufit. Këtë fjalë nuk e ka thonë atij tjetrit, po edhe nxënësve të tjerë që do shohin nuk ka përmend gjëra të tilla, kurse këtij ja ka përmend. Se më thonë, sikur i ka thonë gjë, rrit te kjo linja se këtu ti je i dobishmi. Mos bashko thot mes dy grave me i shtëpi. Pra nëse martohesh me më shumë se një, mos i marr me i shtëpi. Ndërkohë që me shariat lejohet apo jo? Me shariat. Ky tani po flet për gjë tjetër, tham pra, ky ke Ebu Jusufi ka pa gjë tjetër dhe janë këshilla tjera për Ebu Jusufin. Subhanallah, thot, mos u marto, vetëm se masi ti je i sigurt se mund t'i bësh të gjitha detyrat dhe t'i plotësosh të gjitha nevojat që ka gruaja për burr. Pra, pa e pe veten tate se nuk je për atë punë, më mirë mos e merr në qafë gosën e botës, e ne vazhdo me gjykatën në vllai gjyq mes njerëzve. Angazhohu në fillim me kërkimin e diturisë, pastaj me mbledhjen e pasurisë halal, pastaj me martesën. Allahu Ekber. Sepse thot, nëse ti kërkon thot pasurinë në kohën e dijes, e ke shumë vështirë pastaj të kërkosh diturinë. Sepse nëse pasurohesh para se me marr dijen, kjo pasuria e fituar do të ftojë që të ecësh me mirësitë e kësaj bote. Pra të rënohet puna e dijes, e kërkimit diturisë. Kështu që ti ikën koha thot me mbledhjen e pasurisë, ti ikën koha me marrjen me komoditetet, me fëmijët e tjerë dhe s'ke kohë më thot me humor me diturinë. Washtagil bil ilmi fi unfuwani shababik. Përkushtoju diturisë në rinin tënde, në kulmin e rinisë tënde. Wa waqti faraghi qalbika wa khatirik, dhe në kohë kur zemra jote është e qetë dhe mendja truri jote është i qetë. Pastaj përkushtoju pasurimit në halal që ta kesh aty e mos të kesh nevojë dhe mos të varesh prej kujt. E pastaj martohu. Mundohu të jesh sa më i devotshëm ndaj Allahut të lartmadhëruar dhe ça amanetin që të është vënë mbi supe në vend dhe këshillo ata që janë pranë teje dhe ata që janë larg teje. Mos i nëvlerëson njerëzit. Vlerësoj edhe veten tënde në synin e tyne, pa mos i lejo të më përkëmbin. Dhe mos rri shumë me ta, përveç se është e nevojshme. Pse netja shumë, ta morin atë, si quhet, ta morin erzin. Ha? Nëse duhet patjetër të rish me ta, përmend mesele. Angazhoj me diçka. Sepse do të fillim pastaj të bëjmë pyetje koti, muhabet e koti edhe sepse nëse i angazhon me mesele, pra me çështje, kjo çështje është kështu, kjo çështje është kështu, kjo çështje është kështu, thot do t'ju shtohet dashuria për ty dhe vlerësimi. Kujdes, mos fol në syt njerëzve që janë popull i thjesht me çështje filozofike në fe. Sepse do t'i angazhosh dhe ata me këto tema, Allahu Ekber. Pra fol me njerëzit gjëra të thjeshta, gjëra të kuptueshme. Feja faktikisht kështu është, kupton? Feja është e thjeshtë, e konsumueshme nga të gjithë. Nuk është kusht që njeriu të jetë filozof të kuptojë Islamin, thjeshta. Nëse dikush thot,
të vjen dhe të pyet për diçka, përgjigju thot pyetjes ti, mos i bashko pyetjes së ti tema të tjera. Si më thon, ajo duke të pyet ty për shembull, a e prish abdesin gjumi? Ti mos hap gjërat që e prishin abdesin dhe në fund fare ose në mes fare përmend dhe gjumin ti, ndërkohë që ai ka hallin ke gjumi e prish abdesin, nuk e ka hallin tek gjërat e tjera, kupton? Mos bashko thot pyetjes tema të tjera, sepse do ta angazhosh nga pyetja e tij dhe halli i tij për cilin po pyet qysh në fillim. Fe innehu thot yushawishu alejke gjawab suali, se kjo do të t'ja zhurmoj thot përgjigjen për pyetjen e tij. Ti ndoshta ja jep përgjigjen, po ja jep thot e huton. Edhe nëse sprovon Zoti me 10 vite që s'ke fitim të mirë, mos hiq dorë nga dituria. Sepse po hoqe dorë nga dituria, jeta jote ka për të bërë e vështirë. Jeta jote ka për të bërë e mërzitshme. Pranoje kur të vjen diçka nga nxënësit e tu dhe konsideroje secilin prej tyre si fëmin tënd, se kjo do të bëj dobi ty, po do të ashtoj atyre vullnetin për të kërkuar diturinë. Kush kërkon debat me ty nga masat, mos bëj debat me të, sepse do të hiki uji i fytyrës tënde. Pse ku është problemi o vëllezër me bë debat me masat? Se ai do të nguli kohë nga e vetja, Allah, aty do t'i dalë e vetja, e ka debat, e ka çështje jete. Ndërkohë që tek njeriu i ditur debati është momental dhe vazhdon, nuk është ai synimi i jetës njeriu. Thot, wala tahtashim min ahadin inda dhikri al-haq. Thot, mos nënvlerëso askënd kur përmendet e vërteta. Mos ul askënd kur përmendet e vërteta. O vëlla, kushdo që ta ketë thonë vërtetën, thuaj filoni ka thonë të vërtetën. Dhe mos ki turp për të përmend vërtetën edhe nëse je përpara udhëheqësit sultanit. Valla je në situatë tillë si duhet thonë e vërteta, thuaj të vërtetën. Thuaj të vërtetën. Mos u ruaj ndaj askënd për të thënë të vërtetën, edhe nëse je përpara sultanit udhëheqësit. Mos u ruaj para askujt nga përmendja e të vërtetës, edhe nëse je përpara udhëheqësit. Subhanallah. Wala tarda li nafsika min al-ibadati illa bi akthar mimma yaf'aluhu ghayruka. Mos i kënaqur me adhurimin përveç se më shumë se ç'bëjnë të tjerët. Allahu Akbar. Mos i kënaqur me adhurimin përveç se më shumë se ç'bëjnë të tjerët. Pra ti do të jesh në adhurim i dalluar, më i miri. Dhe më shumë se sa ajo që bëjnë populli i thjesht dhe masat. Sepse po nuk e bërë ti këtë gjë, atëherë ata do të binë dhe do të bjerë dëshira për të bërë dhe ata dhe do të ftohen dhe fillojnë dhe dyshojnë në dijen tënde dhe në përfitimin prej teje. Sepse thot dija nënkupton që njeriu të shtojë dhe ignoranca nënkupton që njeriu paksoj. Nëse futesh në një vend dhe aty ka dietar, mos e bëj atë vend sikur të jetë prona jote. Po bëu një prej tyre.
bëhu si njëri prej tyre, sepse ti nuk ke qëllim pozicionin që ata kanë fituar deri më sot në shoqëri. Nëse ti do të fillosh ti bësh ata kundërshtar, ata do të bëhen gjithë bashkë dhe do të akuzojnë ty dhe medhhebin tënd. Dhe populli do të dalë kundër teje dhe ti do të bëhesh i urryer dhe s'do të përfitohet prej teje. Nëse të pyesin për çështje, mos debato, as mos bëj debate publike me dietarët, me hoxhallarët. Pse o vëllezër? Se fillon populli dhe ndahet në tifozlik. Nëse bie që duhet debatosh, përmendi gjërat me argument të qartë. Dhe mos i prek dietarët e tyre, se nëse prek dietarët e tyre do të prekin dietarët e tu. Ti merru me dijen, mos shko tek hoxhallarët e dietarët e tyre, se çdo njeri e ka hoxhën e vet, e ka dietarin e vet, e ka të paprekshëm kuptimin që s'duron. Subhanallah, si çai thot, wa kun minan nasi ala hadar, si më thon, ruhu për njerëzve. Pse se njerëzit nuk din të vlerësojnë gjërat ashtu siç duhen. Mund bëjnë një veprim që të humb rrybja, të humb, si më thon ajo, pesha. Ato e bëjnë dhe pa dashje, kupton? Kun lillahi ta'ala fi sirrika kama anta fi alaniyatik. Ji me Zotin në botën tënde të padukshme nga sytë e njerëzve, siç je me Zotin në botën tënde të dukshme nga njerëzit. Pra, mos u bëj tillë që kur je me njerëzit, mashallah, dhe kur je në vete, je a'udhu billah. Siç je në raport me Zotin para njerëzve, ky le të jetë dhe raporti jot me Zotin kur nuk të shohin njerëzit. Nuk mund rregullohet çështja e dijes vetëm sa atëherë kur të jetë e mçefta e fshehta si e dukshmja. Nuk mund rregullohet çështja e dijes njeriu derisa të jetë e fshehta si e dukshmja. Nëse sultani, udhëheqësi, të jep një punë që nuk është e përshtatshme për ty, mos e prano. Vetëm se mbasi ti jesh i sigurt se ti e bën atë ashtu siç duhet dhe ai të jetë i bindur se ti e bën atë ashtu siç duhet. Nëse që ndodhesh në një takim dhe duhet më u shpreh, mos ki frikë, shprehu. Dhe çdo moment ka shprehjen e vet. Ka vajt koha. Mos e tepro me të qeshurën, se ajo e vdes zemrën. Mos ec vetëm se me qetësi. Mos u ngut në punët e tuaja. Normalisht për gjitha këto ka argument, apo jo? Qëve këtë pash Zotin. Wa men da'aka min khalfika fala tujibhu, fa inna al-bahaima tunada min khalfiha. Kur e kam lexuar këtë kam qesh me të madhe. Mos ju përgjigj atij që thret nga mrapa, se vetëm kafshëve ju thirret nga mrapa. Nëse dikush thret nga mrapa, thot mos u kthe, mos u përgjigj. Se vetëm kafshët thirren nga mrapa. Njeriu duhet dali nga përpara, të flasi, nga mrapa. Normalisht ka të bëjë me kulturën e asaj kohe. Nëse flet, thot, mos bërtit dhe mos u qirr. E bukur këta. Nëse flet, mos bërtit dhe mos u qirr. Përveç se kur është e nevojshme, apo jo? Hutbja e xumas për shembull.
është një moment që do t'i ngresh njerëzit për luftë. Është mohabet tjetër. Do më tërheq vërejtjen për një problem shumë të madh. Mund të flasësh siç ke folë gjatë gjithë kohës. Mohabet tjetër. Rri i qetë dhe mos luj shumë. Që njerëzit fiksojnë si njëri qetë. Sa e bukur. E si të trazovash me zonë. Përmende Allahun sa më shumë, edhe kur je vetëm, edhe kur je me njerëzit që të mësojnë ata se si përmendet Allahun. Bëj një vird do thot dhikr, ta kesh të rregull thot mas çdo namazi. Dhe bëj një vird për lexim Kur'ani dhe për falënderimin e Allahut ndaj mirësisë që të ka dhënë në dije, në fëmijë dhe në begati. Merr ditë nga muaji për agjërim dhe kjo të dihet që njerëzit marrin mësim. Mundohu të i ruajsh të tjerët, se kjo tregon se ke përfituar prej dijes tënde e do të bëj dobi si në këtë botë edhe në botën tjetër. Mos shit vetë dhe mos blej. Ti mos shit dhe mos blej. Si bëhet fjalë për Ebu Jusufin këtu. Ky do të ishte kryetari i gjykatës. Subhanallah. Po merr dikë që ta bëj këtë punë për ty. Dhe mos flasin në emrin tënd dhe se po i merr gjërat për ty. Allahu Akbar. Dhe mos u mbështet në dynja dhe në mirësitë e kësaj bote, se ke për të pyet në botën tjetër.